Është kënaqësi të jem këtu me ju dhe do doja të falenderoj ambasadorin dhe që na keni sjell këtu. Është rrallë që shohim grupet e njerëzve në veçanti nga komuniteti francez. Ambasadori duket se ka qenë i koncentruar në çështje politike, por tash është fokusuar në aspektin ekonomik, që është mirë. Lejoni të them që ekonomia është duke funksionuar mirë, pra kemi një rritje të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik. Inflacioni ka trendin e njëjtë si në BE, mirë po është pak më i lartë për shkak të çështjeve strukturore në vend, por shpresojmë që të kemi një stabilizim aty. Investimet e huaja direkte janë rritur, pra kemi arritur afër 1 bilioni nga viti i shkuar dhe kemi një projekcion edhe për vitin e ardhshëm dhe siç e dini jemi të lidhur mirë me tregjet e ndryshme të BE-s dhe BE është nga partnerët më të mëdhenj tregtar të Kosovës. E kemi diasporën tonë që jeton aty dhe shumë biznese aty investojnë dhe ne ftojmë edhe bizneset franceze që janë këtu ta bëjnë të njëjtën gjë. Siç e thanë kolegët, kryeministri, ministri e tregtisë, Kosova është një mjedis miqësor për investime me një regjim tatimor atraktiv dhe me një fiskalitet stabil dhe legjislacioni është, do të thotë, i harmonizuar me BE-n. Është një përkushtim drejt antarësimit të Kosovës në BE. Pra, nga këndvështrimi i stabilitetit, Kosova është stabile financiarisht. Ekonomia e vogël dhe e hapur është diçka që paraqit një objektiv. Sektori bankar dominohet nga bankat e huaja. TEB BNP Paribas është një nga këto bankat që kontribuojnë në ekonominë e Kosovës dhe sistemin financiar, pra është një kanal i sugjeruar për investimet që vinë nga Franca, por edhe nga shtetet e BE-s dhe besojmë që kemi një nga legjislacionet më të fuqishme të vendosura bashkë me disa instrumente mbikëqyrëse për të ofruar stabilitet financiar të sigurt, por edhe kur bëhet fjalë për mbrojtjen e konsumatorëve e kështu me radhë. Pra, bankat kanë kontribuar pozitivisht në standardet e larta që i kemi dhe ne kemi misionin e FMN-s dhe ne i përditësojmë me zhvillimet e fundit dhe janë këtu, do të dëgjoni edhe qëndrimet e tyre, javën e ardhshme do të prezantojnë edhe gjetjet e tyre. Për sa i përket investimeve, është një mjedis miqësor për investime me legjislacion të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm. Besimi është shumë rëndësi dhe besoj që kjo është një nga pikat tona më të forta. S'do harruar se kemi një treg të punës me fuqi punëtore të re, mund që me kapacitete për të operuar në gjuhë të ndryshme, e duke pasur parasysh fragmentimit geopolitik, është shumë rëndësi të dihet rëndësia e partnerëve të tretë që vinë nga shtetet tjera, do të thotë nga shtetet e BE-s, sepse teknologjia nuk ka të bëjë vetëm me infrastrukturë, ka të bëjë me siguri, mbrojtje të dhënave, mbrojtje nga rreziku geopolitik. Mund të ketë sabotazh nëse një sistem nuk funksionon si duhet, e që mund të ndikojë në stabilitetin financiar e kështu me radhë. Pra, si BÇK kemi ndërmarrë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Jemi në partneritet me Bankën e Italisë për zhvilluar një zgjidhje për pagesat
e menjëhershme, pra gjitha shtetet e BE-s e përdorin platformën në njëjtë që edhe ne do ta përdorim do të fillojmë me të deri në fund të këtij viti, pra do ta kemi të njëjtën infrastrukturë sikurse Evropa dhe për arsyet që i përmenda tashmë antarësimi në SEPA dhe për këtë jam mirënjohës për gjitha ambasadat dhe zotëriun Giro, pra në ndihmën në aspektin regulator që do t'jenë në dobi të bizneseve dhe investuesve të huaj që do t'vinë në vendin tonë. Pra shohim shumë mundësi për kompanitë franceze dhe unë mund t'ju tregoj që eksporti i shërbimeve që është një nga fushat që u përmend këtu është në rritje e sipër, pra që nga viti 2020 është trefishuar eksporti i shërbimeve me Francën ky shërbim eksport do të thotë është dyfishuar që ka arritur në rreth 100 milion euro që është diçka në rritje dhe prania e bankës këtu është një motivim nga FED-ja dhe institucione tjera në shtet për të shkuar edhe më shumë drejt fuqizimit në këtë fushë. Ne mirëpresim investitorët, mendojmë që i kontribuojnë zhvillimit të fuqishëm dhe të qëndrueshëm dhe me që jemi në rrugtim drejt BE-s, spaku të integrohemi së financiarisht, me këtë kompani do t'jenë më afër Evropës dhe shtetet e Ballkanit, përfshirë dhe ne këtu, çdo ditë jemi afër integrimit në BE dhe plani i rritjes është diçka që duhet të trajtohet në mënyrë urgjente dhe është instrumenti më i mirë për të ndihmuar dhe për të kontribuar në këtë drejtim. Për ta përmbledhur fjalimin tim, do të gjeni një vend atraktiv për sa i përket tregut punës, kornizës legjislative dhe një sektor bankar që mbështet rritjen ekonomike dhe me një nga shkallë më të lartë MPL, që do thotë për sa i përket kredive është më i miri në rajon, u përmend besimi dhe tradita për të përmbushur obligimet dhe ne hymë në obligime që vërtet të realizojmë. Kjo është më rëndësi për bizneset kur themelojnë raporte me këtë vend, se duhet të dinë që në parim do ta kenë një partner që është i besueshëm dhe që do të sillet sipas kontratave. Pra, është hera ime e parë në këtë lloj forumi, nuk është diçka tipike për dikën nga Banka Qendrore, por duke patur parasysh konsideratën për objektivat e këtij paneli dhe konferencës, kjo për mua shumë interesante. Faleminderit guvernator. Të shpjegoj paksa vizionin dhe pozicionin e Bankës Botërore në Kosovë, po edhe në vende tjera. Ne i vendosim në qendër vendet të punës, pra krijimi i vendeve të punës është prioritet i Bankës Botërore, sepse me këtë zvogëlohet varfëria, ofrohen mundësitë për të gjithë dhe me këtë zhvillohet edhe ekonomia. Në mënyrë që të krijohen vendet e reja të punës, e dim se sa më rëndësishme është kjo për sektorin privat për të ofruar këtë lloj mundësie dhe me vendet e punës në qendër, ne mundohemi të shohim se si të krijojmë kushtet që janë më të mira për sektorin privat, për të zhvilluar, do të thotë, edhe në sektorin privat. Për këtë qëllim kemi 3 shtylla të ndryshme, të cilat do t'i përmend shpejt në pajtim me atë që dëgjuam. E para ka të bëjë me krijimin e fondacioneve. Fondacione dëgjuam nga kryeministri që ka të bëjë me infrastrukturën, duke u siguruar që transporti mundson lidhje të mira, jo vetëm për brenda Kosovës, por edhe drejt tregjeve në të cilat Kosova dëshiron të ketë qasje. Energjia është qendrore për zhvillimin e çfarëdo biznesi, për të siguruar që kemi stabilitet dhe ofrim të energjisë. Përmenda se dimensioni digital e bën Kosovën që të dallohet dhe jemi krenar që kemi marrë pjesë në të bërit Kosovës si shteti më i lidhur në botë
Pra me 100% lidhje me internet, pra Kosova është atraktive për këtë qëllim. Nuk mund ta bëjë çdo shtet këtë. Mund të flasim për infrastrukturën, për ujin e sigurt, furnizimin e qëndrueshëm, por ka edhe një dimension tjetër për sa i përket këtyre themeleve, themi, apo kushteve bazë. Është kapitali njerëzor. Keni një popullat të ri, të talentuar, që flet gjuhët huaja, që është e lidhur me diasporën dhe me këtë edhe me shtete tjera dhe Kosova mund të përfitojë nga kjo. Mirë, por ka edhe disa gjëra ku Kosova mund të bëjë më mirë. Ne e kemi një pjesëmarrje të ulët të grave në tregun e punës. Është në rritje, por jo në nivelin e dëshiruar. Dhe për sa i përket pjesëmarrjes së grave në tregun e punës, kjo mund të jetë kontribut më i madh drejt rritjes ekonomike. Ne aktualisht po punojmë në një projekt të ri që fokusohet në zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Ky projekt jo vetëm që ofron zhvillimin e shkatësive për të ardhmen, por edhe ofron për gratë zgjidhje, për kujdesin ndaj fëmijëve kur futen në tregun e punës. Pra, kjo është një dividend e dy fish, do të thoja. Është me rëndësi pra që të ndërtohen këto themele që jenë të esenciale për ekonominë. E dyta ka të bëjë me mjedisin. Ju parashtruat pyetjet për reformat, politikat, e dini që ne në bankën botërore punojmë në reformat e politikave për të siguruar që të kemi legjislacion rregullator për mjediset që mundsojnë kushte të qëndrueshme për bizneset që të funksionojnë. Pra, ne insistojmë në këto reforma dhe më vjen mirë që shoh lëvizje të mëdha në këtë drejtim, duke ju afruar gjithnjë më shumë standardeve të BE-s. Pra, duke krijuar kushte të mira. E tash për BE-n, Kosova është partner shumë i rëndësishëm në këtë rajon të Ballkanit Perëndimor, që është përfshirë me politikat e BE-s për zgjerim, e që do të thotë. I gjithë zhvillimi ekonomik, pastaj integrimi në BE dhe përpjekjet për të janë me rëndësi për sjellur prosperitet dhe stabilitet në Kosovë, në rajon dhe në Evropë. Dhe vërtet, përpjekjet për integrime evropiane udhëhiqen sipas standardeve të BE-s, pra trupit ligjor të BE-s, që paraqiten jo vetëm në marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është korniza e raporteve Kosovë-BE. E tash, për sa i përket rëndësisë sektorit bankar dhe lidhjen me integrimin evropian, sektori bankar është shtylla kurrizore, do të thoja, e një funksionimit mirëfillt të ekonomisë. Raporti i progresit ashtu si raporti për vendin i Bashkimit Evropian, që disa ka përmend sa është integruar mirë në kuptim të kontekstit më për sektorin ekonomik në ambasadën franceze dhe dua t'ju